Ato dyja kanë qenë përfaciset. Qysh kanë kënu? A beson kushtra dhe në prag të vdekjes sa të zoj ka Si pas? Arieli? E di qysh kënoj ke si t'u fol? Sa vjeqare ka ndru jetë? 73. 73. 3. Si t'u fol kënoj ke? A jetë për kurtulla që kanë? Qfar ndrimi? Qatë letë. Qatë elan, qatë energji, qatë stamina, qatë qëndrushmëri. E din që shindroj ka i regjistret. Ma zërë është me fol. A më kuptan? Buk fali si t'u fol. Qëtër tretman kam pas kusa. Kam pas kritere, kam pas sene, shkollat e forte kam pas shumë. 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 Po edhe zoti kur të eba dhe ova. Edhe për zotit, nuk diskutot, se ti pa pas njënës nuk mundës me kalu të tjetra. Pa ma. Edhe shumë i kanë donë rëndësi, shumë e kanë kultivu dha, që si kur na që po mundohemi me erujt realisht. Kultivim është kjo. Kjo është kultivim. Kur erun tonë dhe në është kultivim. Shumë e tjeshtë. Të logaritën qëfar kokna kanë kënu, e kanë muziktu. Titant, tonë, partë tonë, për në thonë. Unë e vonë pa ta qelë arhivën shpet. Soni kom, për në thonë, bash ato 2 dekadat e arta muzikës kosovare shënume që pas parasysh që Babi dhe Shanka kanë qenë pjesë e elitës, qëfar detaje, qëfar informacione, qëfar peripeti, qëfar periude kanë kalu dhe kanë knu, që thush është e pa mundu na tru qeliku kanë pas. A kanë pas tru qeliku, qëfar rezistence. Unë jam rritë në dur të atyne, se baza o konte në Ambanes, këtu në Prishtinë, krejt vishin që aty, krejt kompozitore, tekst shkruse, që aty në komponu qindra kongë, qëfar kolektivi shnosh, kanë funksionu si një familje, kushtro si një familje kanë funksionu, la qka. Për mande kanë prodhu, e prodhojnë.